Bill Ackman, miliarderi që ka mbështetur Donald Trumpin, i ka kërkuar presidentit amerikan të ndalojë tarifat e tij tregtare. Në të kundërt, sipas tij, SBA rrezikon të ketë një dimër bërthamor ekonomik. Pavarësisht valve të ronditëse, presidenti amerikan ka mbrojtur taksat e tij të reja të importit, duke thënë se ndonjëherë duhet të marrësh ilaçe për të rregulluar diçka. Në postimin e tij në X të dielën, Ackman ka pranuar argumentin e Trumpit se sistemi i tregtisë globale kishte disfavorizuar SBA-n, por ai ka shtuar se tarifat që Trumpi ka vendosur janë masive dhe jo proporcionale dhe nuk bënin dallim midis miqve dhe armiqve amerikan. Ackman, themeluesi miliarderi i kompanisë së menaxhimit të fondeve mbrojtëse të Pershing Square, u bë një mbështetës i profilit të lartë i Trumpit në korrik të vitit 2024. Ai kishte mbështetur më parë Partinë Demokratike rivale dhe ndërhyrja e tij u pasi një mbështetje rëndësishme elektorale nga bota e biznesit. Trump ka nisur një luftë ekonomike kundër gjithë botës menjëherë që rrezikon të shkatërrojë besimin e investitorëve në SBA. Sipas Ackman ka thënë se lideri amerikan tani ka një mundësi për të thirrur një pauzë 90 ditore për të negociuar dhe zgjidhur marrëveshje të padrejta tarifore asimetrike dhe për të nxitur $triliona investime të reja në vendin tonë.